Rëndësia vëllezër e kësaj teme, pse duhet me fol vazhdimisht për tema tilla, tema që e trajtojnë zemrat tona, tema që flasin për njëtin, për sinqeritetin, për vërtetësinë. Vrem vëllezër shumë sot se njerëzit, për shembull kur përshkruajnë libra të ndryshme, edhe porosisin për libra të ndryshme, vrem se ka kogja mangësi, porosin për libra tilla që i trajtojnë smundjet e zemrës. E kjo shkencë vëllezër që ishte përmendin dietarët, që trajton zemrën edhe defektet e saj, është shkencë selefite. Çfarë do të thonë selefite, që ka ekzistuar shumë te brezat e parë të Islamit, nuk është diçka që ka dalë më vonë. Pra ashtu siç i kushton rëndësi tauhidit, duhet me i kushtu rëndësi edhe këtyre temave. Patjetër. Duhet temave që e gdhendin nefsin ton, edhe shpirtin ton. Pse do të kjo shkencë, me thonë që merret me gjana të tilla, është prej shkencave, si thonë dietarët të marrën me fjalët e Ibn Kaimit, më të rëndësishme edhe më të dobishme mas tauhidit. Nuk ka diçka më të rëndësishme se kjo. Pra kur ti ki dije edhe mëson se ku janë defektet e zemrës, edhe si me i trajtu ato. Po është dije e cila të mëson ti mu lidh me Allahun subhanahu wa taala. Në moment që ti lidhesh ashtu siç duhet me Allahun subhanahu wa taala, zemra të pastrohet, zemra të bëhet e shëndosh. Ki me pas frikë Allahun subhanahu wa taala ashtu siç duhet. Ki me dashur Allahun subhanahu wa taala ashtu siç duhet. Ki me madhru Allahun ashtu siç duhet. Ki mu kthy me pendim te Allahu ashtu siç duhet, kimi mbështet Allahut ashtu siç duhet, edhe ki me gjet prehjen te Allahu subhanahu wa taala. Je i kënaqur me Allahun Zot. Angazhohesh me Allahun subhanahu wa taala, fokusohesh vetëm te Allahu subhanahu wa taala. Përmallohesh për takimin me Allahun edhe për xhenetin e tij. Shaykh Ibn Kaimi rahimahullah thot: "Hadha al-ilmu thot huwa min ashrafi ulum al-ibad." Kjo dia që flet për këto tema, thot është prej dijeve më me pozitën më të lartë mesin e njerëzve. Thot walaysa ba'da ilmi at-tauhid ashraf min. Baz dijes rreth tauhidit nuk ka diçka më fisnike, më me vlerë se sa kjo dije. Mirë po tash shikoni vëllezër, na shpjegoni Ibn Kaimi kush e përthith këtë dije, kush ka qef me marr këtë dije. Thot kjo dije për shkak të pozitës lartë që e ka në kuptimi i fjalëve të tij, thot nuk përputhet, nuk përshtatet vetëm me ata që kanë shpirta të larta. Thot nuk përshtatet, nuk përputhet kjo dije me ata që kanë shpirta të ulët edhe të ligë, ndytun do, me vepra të liga. Andaj thot nëse e sheh veten tënde që po anon drejt kësaj dije, edhe po përshtatesh, po përputhesh me to, edhe përmallohesh për to, edhe e don, edhe gjen prehje te kjo dije, edhe te ata që e përhapin ato në mesin e njerëzve, thot, atëherë përgëzoj çdo të mirë. Përgëzoj çdo të mirë. Edhe thuj thot vetes tane, e ke arrit gjysmën e lumturisë, të kamet me arrit gjysmën tjetër. Do çka me ndërmarr tash në aspektin praktik. Mënyrë që me triumfu me shpërblimin e madh të Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot Ibn Kaimi rahimahullah thot përgjithsisht të dobit thot e kësaj dije që merren me zemrat edhe me defektet e saj dhe mënyrën si me i trajtu ato, thot janë aq shumë ta sa që smundemi thot me i tubu me një vend, me i përmend me një vend. Andaj thot mos i dëgjo, çka thot Ibn Kaimi thot mos i dëgjo ata që zbrapsin prej këtyre apo prej kësaj dije. Edhe thot se nuk është e dobishme, thot kujdes prej tyre. Edhe fjalëve tyre, thot wasta'in billah wala ta'jaz. Mirë po kërkon ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, edhe mos u ligështo. Mirë po shikon edhe tash vërejtjen tjetër të Ibn Kaimit rahimullah, thot walakin la taghtar. Mirë po të njëjtën kohë mos u mashtro. Çfarë do thot mos u mashtro? Thot bo dallim mes dijes në aspektin teorik edhe gjendjes tane në aspektin praktik çuçi. Çfarë do thot kjo? Thot mos mendo se vetëm se po lexon për këto tema, atëherë je bashka prej i thtarëve tyne, edhe prej pasuesve tyne. Thot kjo është shumë e lartë. Thot ka dallim madh. Tash na sjell vëllezër Ibn Kaimi një shembull praktik në jetën e kësaj bote. Thot ka dallim madh. Thot mes atij që din apo ka dije se si me arrit tek pasuria, mirë po thot nëse e sheh gjendjen e tij është i varfën. Edhe mes atij që për një me është i pasur, edhe e ka arrit çka pasurinë.
thot ka dallim mes atij që i din shkaqet e shëndetit, din se si me rujt shëndetin, si arrihet shëndeti i përsosur i përkryer, mirë po njëjtën kohë nuk i përmbahet dhe është i smun veten e vet. Thot edhe mes atij që është për një meshka i shëndosh, edhe gëzon shëndet plot. Pastaj thot kjo dije thot është e tillë që drejt saj thot nxitojnë vetëm ata me ambicie të mëdha dhe të larta. Edhe bajnë gara drejt saj, siç e përmend këta në librin e tij Tariqul Hijratin.